Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sonte, vllazni, është dersi I fundit I librit Urtësia në thirrjen për në fenë Allahut Azza wa Jall. Edhe autori I librit e ka bërë një përmbledhje në përfundim të temave që I ka trajtuar, e disa pika do t'i shpjegojmë bi'idhnillah ta'ala. Ka filluar autori I librit sa u përket rezultateve me të cilën më ka ndihmuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe më ka gëzuar mua që ta arri, thot me to në këtë hulumtim, prej tyre është siç vjen. Edhe I ka cek ato pikat që I ka sqaruar. Si pikë e parë, ka thënë se me të vërtetë, thot, urtësia në thirrjen drejt Allahut subhanahu wa ta'ala nuk përkufizohet, thot, vetëm në thënie të buta, inkurajim, butësi, maturi, falje, zemërgjërsi, gjitha këto që I kemi parë tek sufijunët, apo që I japin, do të thotë, konotacion fez vetëm butësia. Nëse I japim konotacion vetëm butësis, atëherë dhe e lëm në anën tjetër, apo kërcënimin, kjo nuk është nga metodologjia e saktë. Metodologjia e saktë është metodologji mesatare, mes frikës edhe shpresës. As nuk I friksojmë shumë, po as nuk I japim shpresa shumë. E gjojmë një mesatare. Siç kanë thonë ulemaja, që çështjen e frikës edhe të shpresës e kanë shembulluar me një zog I cili fluturon. Djathta e tij është shpresa, domethënë krihët e djathtë janë shpresa, ndërsa krahu I majt është frika dhe koka është Islami. Dhe këtë Islam, domethënë këtë kokë të shpendës, domethënë zogut e mban dy krihët, frika dhe shpresa dhe frika. Nëse vetëm me një anon, atëherë nuk mund të fluturoj, do të thotë nuk mund të fluturoj zogu, apo për atë arsye Ahli Sunneti wal Jamaa është mesatar në këtë çështje. Domethënë, me një aspekt duhet pasur kujdes në gjendjen e të ftuarve në Islam po ashtu gjendjen aktuale si koha dhe vendi. Në raste të caktuara, kur ka nevojë të përdoret forca nga shteti, atëherë e merr përgjegjësinë shteti dhe e përdor forcën, sikur në shtete tjera të zot nuk janë sheriatike, kur hajni apo një kriminal I sulmon njerëzit, atër shteti çfarë bën? Nëpërmjet forcave të rendit I merr në mënyrë të dhunshme. Bile ka raste dhe I vran nëse I kthehen forcave të rendit këta kriminal. Pika e dytë është, thirrsi I urtë është ai I cili mëson dhe I njeh gjendjet e të ftuarve në Islam. Domethënë thirrsi I urtë që ka hikmet, duhet me ditë kë po e thret. Kategoritë e njerëzve që I kemi mësuar në derset e kaluara, besimin e tyre, me ditë çfarë akide kanë. Pastaj thot psikikën e tyre, domethënë se si e kanë karakterin atyre apo se çfarë mendojnë, gjendjen ekonomike, gjendjen sociale, nivelin e diturisë së tyre. Pastaj thot I di shkaqet e devijimit dhe thot vendet e lajthitjes, adetet, gjuhët, dialektet të tyre, njohjen e problemeve të tyre, njohjen e mentalitetit të tyre, e kështu me radhë. Më thonë ti nëse jemi një otë, për shembull, edhe I ki disa pleq që kanë kalu komunizmin, që e kanë kalu ish Jugosllavin, atëherë duhet ta ulësh nivelin e muhabetit. Që me të kuptu. Nuk ka asgjë të keqe që të përdorësh disa fjalë, disa thënie të urta të pleqnarëve tonë të cilët kanë qenë besimtarë. Unë bashkë po e lexoj një libër, është Xhemal Abria, pleqnari I Kosovës. Tash periudhën e fundit bashkë e bleta, edhe I kishte do thënie shumë të mira, subhanallahu. Edhe pleqve kur ti trajton meselet e fesë, nëse ja vendos ndonjë fjalë të pleqnarëve tanë, ata kënaqen. E gjen një lloj metode që I afron tek feja Allahut subhanahu wa taala derisa nuk bin kundërshtim me fen tonë, apo adetet pranohen në dinin Islam derisa nuk bin kundërshtim me fen Allahut subhanahu wa taala. Dhe ne pleqnarët tonë, shqiptarët kanë thënie të urta shumë të mençura, subhanallah. Allah shumë kanë të mençura. Shembull drenisti kur je nod aty, të sulmon ndoshta, unë nuk po them për të mirë, po ka raste edhe për të keq. Sulmon nuk e merr vesh që të ka sulmu ty.
Shkon në shtëpi e merr vesh masaj thot mu ma qiti ky. Më thonë, ka raste që njeriu mos mund di keq, apo? Më thonë, në aspektin e këshillës, gjuhën larg, po e ka për qëllim ty, nëse është nevoja, apo nëse e sheh që njeriu është në gabim në ato mexhlise ku rrin burrat. Pejgamberi, domethënë, e përdor ilaçin sipas smundjes. Sa e ka smundjen çaq e përdor edhe ilaçin. Pika e tretë thot pejgamberi sa ishte shembulli më i mirë për thirrësit e urt. Thot kjo është edhe nga pëlqimi i Allahut ndaj tij dhe ndaj pasuesve të tij, ja ka dërguar Muhammedin a.s. që m'ia hapi gjoksin, m'ia pastru gjoksin me ujë Zemzemit, mi dhon urtësi Muhammedit a.s. Dhe Allah azza wa jall, pasi që ja dha urtësinë Muhammedit a.s. ai u bë njeri i urt, njeriu me hikmet që dinte t'i kategorizonte njerëzit, domethënë dhe e pranonin Islamin turma. Pranonin Islamin turma. Pikë tjetër është al-basira, largpamësia, thot në thirrjen për në fenë Allahut azza wa jall, është nga gradat më të larta të urtësisë dhe diturisë. Këtë veçori e ka pasur veçanërisht pejgamberi alayhis salam e pastaj sahabët dhe të sinqertit nga ummeti i tij. Al-basira, largpamësia në thirrjen për fenë e Allahut, drejt fesë Allahut subhanahu wa taala, i ka 3 gjëra. E para thot, të jetë thirrsi largpams. Ka raste isha në Kaçanik me një akika, edhe ishin do pleq aty, po dhe 3 kish, elhamdulillah, me një fshat të Kaçanikut, edhe një plak, elhamdulillah, i 5 vakët li, mirë, po, nuk po e din fen në disa detaja, po. Edhe dul jashtë kontrollit, jashtë parimeve fetare, unë me njëherë nuk ndërhyna. Në bisede sipër, krejt gati në fund e trajtova ato që ka e tha aj. Duke mos e goditur direkt. Sa ai në emër të fesë, në emër të dashurisë ndaj fesë, e bëri atë gaf. Apo e bëri atë gaf, mirë po, sikur unë ta këshilloja direkt mesin e gjithë njerëzve aty, do shta do të njesh e keqaj. Edhe atëherë këshilla do të bëj shumë e vështirë. Kështu që pastaj, pas një kohë, pas disa minutave e trajtova meselen dhe normalisht njeriu i mençur i kupton ato gjëra. E dyta thot, ti njëj do të thot normalisht jetë i njohur me dispozitat e sheriatit, e dyta thot, ti jetë largpams në lidhje me gjendjen e të ftuarve. Qysh e kemi trajtuar që me ditë gjendjen e të ftuarve. Në çfarë gjendje është? A është ateist, a është krishter, jehud, musliman mëkatar, musliman i devotshëm, dhe e treta thot jetë largpams në formën e davetit. Këse e themi edhe politika sheriatike. Politikë sheriatike me bërë nuk ka problem. Për shembull Muhamedi alayhis salam, si i futi, po themi kushtimisht në thojza, po themi në kurth jehudët për Abdullah ibn Selamin. Abdullah ibn Selami shkoj të pranonte islamet e Muhamedi alayhis salam dhe i tregoj se çfarë gjendje në jehudët dhe çfarë veçori dhe karakteristika kanë. Edhe Muhamedi alayhis salam shkoj tek jehudët dhe i tha çfarë mendoni për këtë burr Abdullah ibn Selamin? Njeri madh, njeri mirë, njeri ditur, karakter të mirë, mo e ngritën shumë lart. Atëherë i tha Abdullah ibn Selami, doli Abdullah ibn Selami, edhe tha, ashhadu an la ilaha illa Allah, pranoi islamin, apo. Në ato momente të njëjtit fillun me shajt. Dhe më thonë, shikoni, pala e tretë e vrinë se në çfarë gjendje janë këta njerëz. A ishte kjo strategji e Muhamedit alayhis salam për davet? Po, bëj edhe ti. Dhe nuk është mashtrim kjo. Thjesht është për të mirën e davetit me i fut në kurth. Që ata me fjalët e veta me ditë se në çfarë gjendje janë. Dhe kjo quhet politikë sheriatike që njeriu din të ballafaqohet dhe thot me armiqtë e islamit. Pikë tjetër është dituria, mençuria dhe maturia. Kanë shkaqe që shpinë në to dhe po ashtu shkaqe që ndihmojnë për të përmbajtur atyre dhe për t'i mbrojtur. Dituria nuk mund të jetë nga mbështetësit e urtësisë. Ka raste për shembull personi është i ditur vllazni. Mirë, po nuk ka urtësi.
Kur ti i thu çfarë bëre, thot hakun e thash. Realisht hakun e ka thonë. Me i marë fjalët e ti, me i peshu në Kur'an edhe në Sunnet, janë sakta fjalët e ti. Dhe nuk ka dyshim. Mirë pa i shkaktoj dëme, ta si ti themi, unë hakun e thash. Kush do let beson, kush do mos beson, se kon gale une. Po qëllimi cili është udhëzimi. Meri shkaqet, bëhe i urt, ke urtësi gjatë transmetimit lajmit, fjalëve të Allah dhe fjalëve të pejgamberit a.s. Pastaj nëse nuk e pranojnë, është diçka tjetër. Ajo është në dorën Allah subhanahu wa taala. Mirë po ti nuk përdor metoda sheriatike që janë të lejuara për mi afru, bën dëme dhe pastaj thua e kam thënë hakun dhe kjo është shumë gabim. Nxitimi dhe jo stabiliteti, pamaturia, shkurtpamësia, apo përtatësia dhe plagështia, të gjitha këto shpihen në shumë dëme. Me nxitu, me menu, më thonë, nxitimi është, subhanallah, që don me bën ndryshime shumë shpejt. Nuk është ligji i Allahut me bën ndryshime shumë shpejt. Nuk është ligji i Allahut. Pas provave, pas mundimit tënd, atëherë vjen lehtësimi dhe shpëtimi prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe ti nëse ke nxitim, s'ki me pas stabilitet pastaj, se ki me pas një lloj sulmi të furrishëm ndaj teje, s'ki me mujt pastaj me qëndru stabil. Për shembull, në fillim, mundohet njeriu, kom pa disa xhallar, disa fjalime i bëjnë në mënyrë të pamatur që janë të vërteta, por se të pamatur, në raste të caktuara, i bëjnë të pamatur, çka bëjnë? Kur ngriten pastaj mediat, tërkohen flasin kundër tyre, pastaj i ndryshojnë parimet fetare, subhanallah. I ndryshojnë parimet fetare. Bien desh me fjalën e Allah dhe me fjalën e pejgamberit a.s. Po ka dalë vlloni në fillim, ka dalë një herë. Prit, mos u ngut, sepse ka dikush që ty të kontrollon. Përpos Allahut subhanahu wa taala. Ka njerëz armiq të Islamit që ti marrin fjalët e tua, ti shkëputen dhe pastaj ti qesin media. Andaj mendo, sepse nesër për ta kundërshtuar këtë fjalën tënde, apo ti nënën tjetër e kundërshton edhe fenë Allahut subhanahu wa taala. Andaj duhet me pas kujdes. Me pas kujdes sepse i ndryshon parimet fetare. Urtësia kërkon, çka është urtësia? Çka është hikmeti? Është që secilës gjë m'ia dhon hakun në kohën e vet. Pse kanë zbrit ajetet mas pari mekase, pastaj medinase. Mekase ajetet Mekke që kanë zbrit, janë ajete që kanë tregu për çka? Për besimin e pastër, m'ia mësu njerëzve, me largu pi shirkut. Me largu pi shirkut dhe me besu Allahun një, mos me besu idhujve. Su kon namazi, do më thonë nuk ju kon dispozitat fetare, po vetëm me mësu të uidin. Kada ka dale, shahadetin që shduhet. Rojt me mësu. E pastaj bëhet edhe ndërtesa, apo kanë edhe kohë që nuk duhet as më parë dhe thot e as më vonë të bëhen. Po ashtu thirrsi ka mëse nevoj për maturi, sepse ajo sjell dobi të mëdha dhe largon nga dëmet e mëdha. Pikë tjetër është shfrytëzimi i kohës së lirë me angazhim për t'i përmbushur nevojat e të ftuarve në Islam. Unë shpesh e them, subhanallah, është e vështirë që tërkohën mi ndjek ligjëratat sistematike që shpindish një ju. Prej fillimit që ta vllazni që janë këto, përpos disave që vinë aty këtu, që i ndjekin vazhdimisht. Dhe kushdo që i ndjek ligjëratat vazhdimisht, vallahi ka me përfitu dije bazike. Unë e shoh subhanallahu në Prizren, në derset sistematike që i mbaj çdo javë, janë një, po themi një elit, apo një elit vllaznish që vinë tërkohën. Kur vjen ndonjë hoxhi huaj, që vinë, apo mysafir, që ka pak laramani, mbushet aty vendi, që e kemi marrë këtë lokal, mbushet krejt. Po prapë themi elhamdulillah, bile edhe një fjalë ta dëgjojnë. Mirë, por nëse don me kërku dije, duhet me kërku dije prej faqes parë librit deri në fund. Ndërsa hoxha që vjen një herë në muj, një herë në 3-4 muj, po të mbush, është normale që të mbush pak a shumë, por se nuk është ajo dija që është stabile. Apo, dija stabile është di që është në vazhdimësi, kapituj të tërë, apo.
që disa të pëlqene, disa lodhësh, s'mundesh me dëgju, je i lotshëm, po tërkohën jenë vazhdimsi. Dhe kjo është e mira e nxënësit të dijes. Po ashtu, si shtam shfrytëzimi i kohës, me shfrytëzu kohën, vllazni. Nëse disa, subhanallah, nuk kanë punë të dynjos, dhe tër ditën rinë kom për mi kom, edhe nuk e merr, hajde mirë, po themi që s'po mujsh me lexu. Ka njerëz për shembull nuk mujnë me lexu. S'po ku dëgjoj një ders o vëlla. Një herë në ditë bënja vetit që një ders unë e kom e ndëgju. Vallahi vllazni, ka vllazni që më shkruajnë prej Evropës. Edhe thot as një ders që e qet në YouTube. Nuk e lopa e ngu. Po qoftë edhe një orë e gjysmë mu konë. Ingon. Gjdo, edhe e di, subhanallah, një pjesë e vllaznive që ingojnë tërkohën, janë 200-300 tek videot, ajo statistikat e video që shihet. Ndërsa këta që s'ngojnë tërkohën, apo, janë disa tema që janë pak më aktuale kur të flasim, ato shkojnë 1.000, 1.500, 2.000. Po flasim për YouTube-ën. Në Facebook është gjë tjetër, se në Facebook është pak më ndryshe, ju del përpara aty. Po flasim për YouTube-ën. Mirë po, dija është ajo e cila fillon me kapitullin e parë dhe sonte është kapitulli i fundit, apo të themi përfundimi, përmbledhja e gjitha temave që i kemi bërë në 30 derse të këtij libri. Bile, selefët kanë thonë, subhanallah, kur i kanë po disa njerëz tunej tanë kohën, ka thonë sikur Allahu subhanahu wa taala, ta kish lonë kohën me ble, unë e kisha ble për atynve kohën. Që s'kanë pas kohë, subhanallah. Tanë kohën të umar me ilëm, me umar me punë të ndryshme. Kur i kanë po njerëzit tunej tanë kohën, kanë thonë sikur Allahu ta kish lonë me ble kohën, e kisha ble për tynve. Atëherë kur ndesh pik tjetër është, thot atëherë kur ndeshen interesat apo e dobishmja me dëmin nuk ka mundësi të bashkohen realizimi i dobisë e të baraktiset, dëmi fillohet me atë që është më e rëndësishme. Sheikh Uthemini kur e potencon vllazni çështjen e urdhërimit për të mirë, ndalimit nga e keqja, i tregon dhe thot, thot nëse është një e keqe për momentin, me kritikimin tënd, urdhërimin tënd, hiqet kjo e keqe, atëherë ki obligim me fol. Nëse kjo e keqe nuk hiqet, përkundrazi të shtohet e keqja, atëherë ki haram me fol. Lëre ato. Ki haram me fol, lëre ato. Në duhet me pas kujdes. Kur me fol dhe si me fol. Apo edhe prioritetet mi shiku tek personi në fjalë. Nëse personi është mëkatar i madh, nuk fal namaz, dhe në anën tjetër dëgjon muzikë apo bën harame, më spari shko tek namazi, apo pastroja besimin dhe namazin, lërët e muzika. Mos e nguc. Lërët e mëkatet që janë tjerë poshtë mëkateve më të mëdhaja, apo siç është namazi, po e themi, apo. Edhe gradualisht me i bo davet. Nga metodat më të mëdha me kulminacion të urtësisë është kur thirrsi nuk i drejtohet asnjë personit të caktuar kur ka për qëllim për ta edukuar. Nuk është kjo si rregull strikt, apo mirë, po në përgjithësi është mirë që gjatë këshillimit të thuhet. Çfarë është puna e disa njerëzve që bëjnë kështu dhe kështu? Apo e trajton meselen pa e specifiku me emën? Dhe shumë ma let e merr vllau musliman këtë këshill. Se sa midis kretëve mi thonë, pse e bërë këti? Dje dëgjova që qështu e kishe boti këtë vepër. Kjo nuk është mirë. Nuk është mirë, po themi, për një besimtar apo që ka rame një mëkat, por se ka rastet saktuara kur lejohet edhe me emën me fol. Nëse mendon se tërkona i përhap devijime, në për tubime, në për mexhlise të ndryshme, në për hutbet e ti, atëre nuk ka gale edhe me emën me përdor, sepse Islami është mbi fjalët e tij. Dhe Islami duhet më mbrojt nga njerëzit e tillë. Po ashtu thot, daveti me qëndrime të urta shkëlqyese ka ndikim të thellë në zemrat e të ftuarve, normalisht nëse ti sillesh but e mirë, atëherë ai do të kthehet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Urtësia më e madhe në thirrjen e ateistëve është që mi ofru argumente nga natyra e ekzistimit të Allahut.
për më tepër kemi trajtuar derset për ateistët. Po ashtu faktet logjike të prera me detaje dhe po ashtu argumentet shqisore të dukshme për ateistët. Nga urtësia pastaj pikë tjetër është e idhujtarëve, urtësia për të thirrur idhujtarët apo mushrikët në rrugt të Allahut subhanahu wa taala është që mi ofru argumente logjike për vërtetimin e hyjnisë së Allahut subhanahu wa taala. Tu qartësohet atyre që adhurojnë përpos Allahut subhanahu wa taala se gjitha argumentet janë të dobta. Ja u qartësu me argumente të prera që ato që ju po e adhuroni pos Allahut subhanahu wa taala janë të dobta. Gjithashtu tu qartësohet se po ashtu duhet të qartësohet se teprimi në nderimin e robërve të mirë është shkak për mosbesimin e bijve të Ademit alayhi salam. Gjithashtu duhet të qartësohet me argumente logjike se ringjallja është e vërtetë e kështu me radhë siç e kemi trajtuar në derset e kaluara. Thirrja e jehudëve për në fenë Allahut subhanahu wa taala me urtësi shprehse dhe po ashtu të përqendrohet në vërtetimin e derogimit, anulimit të atij ligji, anulimit të ligjeve para Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe po ashtu një pikë tjetër është që mi bind për pejgamberin e Isaut alayhi salam. Sa ta kanë probleme edhe me pejgamberin Isa alayhi salam. Lërë me Muhammedin a.s. po se po, por se edhe me Isaun a.s. Edhe shumë e çuditshme, e bëra një ditë një postim. Po të shikosh në Talmudin e jehudive, çfarë fjalë ka fyse për Merjemën, Marin, si që thonë, për Isaun a.s. Fjalë fyse, fjalë jo morale që i thëjnë zinaqare, Merjemës a.s. Subhanallah, dhe kur t'i sheh në pamjen e jashtme, bëhen bashkë kundër muslimanëve. Allahu Akbar. Po kështu është kufri. Kufri është një millet. Kufri është një millet. Bëhen gjithë kundër tauhidit. Edhe pse në mesveti ata kanë domethënë ndryshime në parimet bazë të fesë të tyre. Parimet bazë. Me ta quajt nonën e Isaut alayhi salam, që tek krishterët është e shejt që tek krishterët Isaun a.s. e kanë bë Zot, ndërsa këta çfarë thonë? Është një djalë zinaje. Edhe në fund bëhen bashkë. Allahu Akbar. Shumë e çuditshme, subhanallah. Mirë, por kur ka të bëjë me tauhidin, bëhen bashkë gjithë kufart kundër muslimanëve. Pastaj thot, nga urtësia e thirrjes së krishterëve në Islam është që të ngrihet kotësia e trinitetit, me tregu që triniteti, kryqi, është kotësi dhe po ashtu me tregu me argumente logjike, fakte të prerë dhe argumente shariatike që Isa alayhi salam është pejgamber, nuk është Zot dhe është krijesë njeri. Është krijesë njeri dhe nuk është Zot. Dhe po ashtu me tregu edhe punën e derogimit, anulimit të ligjeve të mëhershme, dhe ky anulim është bërë me ardhjen e Muhamedit a.s. dhe me zbritjen e Kur'anit. Nga urtësia shprehse me hithtarët e librit dhe tjerë nga pabesimtarët është ju shtrohet argumente me fakte të prera për vërtetësinë e pejgamberit Muhamedit a.s. për mrekullitë e Muhamedit a.s. Mi u dhon shembuj të dietarëve të tyre, qoftë jehud, qoftë krishterë që e kanë pranuar Islamin, çfarë ata kanë thonë që njerëzit e tyre, elita e tyre është elita e tyre, sikur tek ne që janë dietarët e Islam, dhe nëse dje ai është quajt allame dietar tek ata, çaj allameja e juaj, ai e ka pranuar Islamin. Atër merr një shembuj nga këta të cilët e kanë pranuar Islamin. Sipas logjikës së shëndosh dhe urtësisë së drejtë është që mos t'u drejtohet muslimanëve në udhëzimin dhe orientimin e tyre për t'i nxitur në përmbajtjen e Islamit ashtu siç u drejtohen ateistëve, apo tash për muslimanët është fjala. Nuk mundesh më drejtu një muslimani qysh i drejtohesh një ateisti. Ka raste vllazni. Pastaj edhe dallimin mes muslimanëve mëkatar dhe muslimanëve besimtar që janë të devotshëm, ka dallim thirrja, ka raste kur besimtarit me një saf që je me ty
ka raste mund sillesh edhe më ashpër se sa ndaj muslimanëve mëkatar. Qështu Sheikhul Islam Ibn Taymija, çështja e heqjes së të keqës është sikur çështja e baltosjes së dorës. Nëse ki ndonjë fllëcir në dorë dhe ti duhet shumë me i dhënë dorës, me pastru shumë, dhe kjo pastërti na bën që me e livdu këtë ashpërsi të pastrimit të lloqit të baltosjes së dorës, na bën që me e livdu këtë ashpërsi. E dini rastin e Musait a.s. që e kapi Harunin për floksh edhe për mjekre. E dini rastin kur Muhamedi a.s. Muadh ibn Gjebelit, gjatë namazit, tha çfarë, a je fitnegjitja? Tha, a je prishemendja? Pse pja u zgot namazin? Sepse u ankuan sahabët, e zgjaste shumë namazin. Apo ati personi, kur ja heqi unazën e arrit nga gishti dhe ja gjujti për toke. Gjitha këto janë pak ashpërsi, apo? Por se, ne nuk mendojmë se këta të devotshmit, do ta lënë fenë Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po një besimtar, një musliman i cili është mëkatar dhe është shumë i dhënë mas kësaj dynjos dhe nuk i kryen ibadetit që duhet, nëse sillemi ashpër, ka raste që ai mund me lënë fenë. Apo njerëzit të cilët kanë dyshime nga mediat e ndryshme, nga sulmet e ndryshme të sotshme, nëse ne sillemi ashpër, ato e largojmë më larg, shumë më larg. Thot, gradat e thirrjes janë gradat sipas njerëzve që e pranon të vërtetën, thirret me urtësi, qartësohet e vërteta me argument e kështu me radhë. Ai që bën inat dhe mohan me të polemizohet në mënyrën më të mirë, zullumçari i cili bën inat, mohan dhe nuk e pranon të vërtetën, por qëndron në rrugë për ta penguar, thirret edhe me forcë. Thirret edhe me forcë. Nëse bën zullum, atëherë institucionet, domethënë ata pushtetarët, e kanë të drejtën edhe ta arrestojnë apo të kryen, domethënë, ekzekutimin e dënimit, siç ka ardhur me një thënie të dietarëve të hershëm, ajo që nuk arrihet me Kur'an, arrihet me sultan. Ti i thua vëlla, xhallar thënë, kështu është feja Allahut subhanahu wa taala. Ai s'do me ni kryen krimet ndryshme, atëherë nëse ti nuk e dëgjon Kur'anin, ki me dëgju sultanin. Ki me dëgju, do thot, dënimin apo dhunën, domethënë dhunën e sankcionuar që është nga shteti. Përdorimi i forcës praktike në thirrjen për në fenë e Allahut subhanahu wa taala është nga urtësitë më të mëdha kur ka nevojë për të. Ka nevojë që të luftohen, po edhe muslimanët. Xhawarixhet u luftuan, po ishin musliman, po nuk luftuan si kafira. Nuk ju mirën robresha, nuk ju mirën plaçka luftës, po luftohen si musliman. Në të kundërtën, kur ka luftë apo do thot kur ka xhihad, atëherë lufton jo besimtarët dhe ka do të thot dispozita të tjera. Po ashtu, përfund e kemi porosi dhe propozime, thot unë porosis veten dhe vëllezërit e mi thirrës që studiojnë të kenë frikë, respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala, thot Allahu subhanahu wa taala, vërtet e Allahut është çka ka në qiell, çka ka në tokë. Ne ju patëm sugjeruar atyre që u pat dhënë libri para jush, ehlul kitabit. Thot edhe juve që të keni frikë nga Allahu, po në mos besofshit, thot mos besofshit Allahut është dhe çka ka në qiell, është çka ka në qiell dhe çka ka në tokë. Allahu është i panevojshëm dhe falendërues. Suratul Nisa ajeti 131. Po ashtu të përmbajturit e urtësisë në të gjitha rastet, e veçanërisht në thirrjen drejt Allahut subhanahu wa taala, në thënien, vepra, meditim, metodologji, sjellje, besnikëri, sinqeritet, e kështu me radhë, dhe thot propozoj të mbahen kurse stërvitëse, thot autori i librit, shkencore e praktike, për ata që janë në fushë të davetit, në organizatat e udhëzimit për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, për të ngritur niveli arsimor dhe të përsoset arsimimi i tyre për formën e thirrjes së njerëzve në urtësi. Nuk ka gjë të keqe të mbahen kurse të ndryshme, qoftë mjekësore, qoftë psikologjike, qoftë fizike, ku e diun në përgjithësi, kjo le të jetë si lloj, nëse mirët aspektet fizike, le të mirët si një lloj rekreacioni apo pikniqe të ndryshme, vetëm që njerëzit t'i afrojmë tek Allahu subhanahu wa taala deri në takimin e radhës me
me një temë tjetër. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, shhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.